Alo, zoti Zhani, mirëdita. Jam Merisi, oficeri policisë i Forum. Dgjoj, jam të një lokal këtu afër punës tuaj, te Luksi. Po ju pres. Unë ju njoh ju dhe ju flas unë i pari. Unë jam Iris Borici, oficer të komisariatit nr. 1, edhe kishe një si jeni, punët mirë, disi është puna. Ka ndodhi problem me italianët. Për herë të dytë nga ana juaj. Siç e dini me atë posën, para 6-7 atë punën e fondeve, nese. Që ju e dini për dosjen, në fakt nuk është mbyllur e dosja. Avash. Janë kapur 2 vet, më fal. Alo. Po. Amor, ç'kemi? Ç'a bëm? Mirë, si kalove? Po, atë çështjen unë e mora sot në mbledhje, po më fal se jam çik i zënë tani. Mirë, flasim më vonë. Dakor? Ciao, të fal ande. Janë kapur 2 veta në Itali. Në drogë. Të tipit e 3.2 kg, një korrik të 2.6. Janë kapur nga italianët, janë gjykuar, janë dënuar. Në gusht janë ekstraduar në Itali dhe pala italiane ka bërë not proteste se ata kanë qenë me dokumentat të rregullt. Si ka marrë vitës në manifestat. Hyri prokuroria në punë, gjëra. Dhe morën vesh që ata i kanë marrë vizat si punonjës të teatrit, operës dhe baletit. Në maj të 2016 keni qenë në Itali. Jo, të çfarë? Keni qenë për një si grup rreth 50 vet. Në maj të procedurojmë se është një komplet që s'kam ide. Një kafe këtu të me se një takon në përpara. Jo, s'kemi qenë. Në maj? Vjetë në 2006, në 2007 në jemi Po, kemi qenë është e vërtet. Ju keni qenë edhe në shtator, keni qenë në Francë. Po, është e vërtet. Tani, ka ardhur një shkres. Vjen shumë keq në fund se jeni vënë i nderuar që mëra mua kjo. Unë përgjigjem për gjithë ato gjë, s'kam një ide në fakt se janë të persona, s'kam mundësi. T'ja lexoj unë apo si jeni me sytë? Jo, jashtëzakonisht mirë. Arjan Pasi, absolutisht. Jo, të s'ka në forme në. Jo, në rregull. Vazhdojmë, se i kalojmë një kështu pastaj. Po, ja, këto 2 persona nuk kanë qenë me ne. S'kanë qenë as si grup. Dakor, po vazhdo lexoje deri në fund se pas jam asnjë në ato nuk e njoh. Jam asnjë nuk e njoh. Alban Bakiasin nuk e njeh? Nuk e njoh, jo. Jeni i sigurt? Jam plotësisht i sigurt. Nuk e njoh. Nuk keni kontaktuar asnjë as si fytyrë as Kur në kurës. Ku punon ti? Mund të marrë vesh çfarë punon? Po, ja t'u tregoj një me fotografi sa mos Shive këtu jashtë. Jo, nuk e njoh. E sigurt? Fare sigurt. Fare. Tu është një jetën e përditshme. Po, nuk e njoh fare. S'kam lidhje, absolutisht nuk e njoh fiç. Shikoj se ne kemi 6-7 muaj që bëhet. Jo 6-7 muaj, më shumë që bëhet. Shumë mirë që jetoni, bëni shumë mirë që më thrisni mua, bëni shumë mirë, se kjo është të gjithë ne shërbejmë shtetit shqiptar. Edhe unë. Dhe në rast se unë do të kisha bërë një gabim, unë do ta pranoja sepse letrat janë. Unë kam edhe listën duhet të jetë në kompjuterin tonë të personave që kanë ikur me kërkesën e teatrit operës. Ju këtë person nuk e njeh? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Dgjoj se
ardhi nga prokuroria për të hetuar. Po, jam plotësisht dakord, po. Doni t'ja lexoj? S'ka më lexoj vetë. Lexoj, nëse është komplet rasti Tobit, domethënë ju jeni drejtor. Për person të tjerë përfshirë në trafik. Kërkohet në veçanti rasti për gjithë Këto janë hyrja, domethënë. Po, jam plotësisht. Nuk kam ju ta hetoni këtë, domethënë. Ky person që unë t'i njoh në prangim. Tani, lidhur me këto, ne kemi dokumentat. Kërkesën. Keni dokumentat. Kur ju bëni kërkesën, që i bëni kërkesë për viza ambasadës italiane. Po. Kush firmos, kush e vërteton që këta persona janë lista e emrave, këta persona Tani janë punonjës të teatrit të operës të dërgojmë me Balet. kërkesën listën me emrat tonë, firmosët prej me Vetëm ju? listën, po. E kam llafin kush mban përgjegjësi? Vetëm ju e firmosin apo ka dhe persona të tjerë? Nën drejtor. Si kush ma paraqit ajo e person përgjegjësi orkestrës, por shumë si ka qenë trupa orkestrës dhe baletit. Dgjoj se italianët ishin shumë shqetësuar, domethënë se ju keni pas e dini ju që keni pas dhe një dosje tjetër. Absolutisht është njerëz ka pasur. Që mbylli ai miku juaj para 6-7 vjetëve që ishte në pushtet, por tani që nuk është më në pushtet. Unë jam personi më korrekt në marrëdhënie me Edhe këtë nuk e njihni. Nuk e njoh fare, absolutisht nuk kam asnjë lloj lidhje me të. Jam gati të dëshmoj ku dushti. Në formë publike që është një person që më e njoh kurrë këtë person, se kam parë. Alban, Më falësh se është në procedurë, do t'ju pyes edhe një herë. po do pyet edhe Ky një. person quhet Alban Islam Bakies. Po, diçka e tillë, po. Nuk e njoh fare. Absolutisht. Shikoj se Po u di gjithë gjëra në zarar. nuk na figuron kështu sepse Do fal. ne ju thash, unë kam 7-8 muaj që e kam hapur të proces Ti ke dhe bërë shumë që ke hapur dhe ti shko. është ky personi. Këta janë persona që punojnë në teatrin e operës së Baletit. Nuk duken shumë mirë. Duket mirë, ky më duket sikur është i flautist toni. Më duket sikur është çfarë është ky, kush është ky? Këtë se njoh. Ky këtu është Alban Bakies, i ka qenë duke ju marrë juve në telefon në këtë moment. Ky person mua jo se njoh. Avash, s'ka problem se po them po do tash, se sa vetëm ju nuk jeni këtu, jeni ju? Po jam unë, po është e vërtet. Ky është Alban Bakies. Çfarë kush është ky Alban Bakies? Nuk e njoh jo. Edhe ku jam këtu në një kafe, këtu do të jem afër shtëpisë time. Po, Këtu shtyja foto e afër shtëpisë. Do të thënë ky person mund të ketë më disa njerëz në rrugë mua. Kam respekt për ty profesor. Andaj po ja përsërisim, më vjen shumë keq. Unë nuk e njoh këtë person. Nëse ky duket sikur ky po ju jep diçka. Çfarë më? Je në vetë dhe burrë. Ma gjeti pse unë shikoj jetën me punë të pastër. Unë jam njeri që kam shërbyer vendit. Një sekondë nëse po dalim në kontradikt. Ju thatë që unë këtë person nuk e njoh. Nuk e njoh. Ky mund të jetë një person që ka takuar rastësisht, kupton? Si është problemi? Po. Këtë person ti nuk e ke takuar një herë. Se kam E ke takuar edhe herë tjetër. Shikoj. Jo, më burrë dhe çfarë. Fotografia është kompletimja. Gjë. Nuk e njoh më shpirt. Kush me veshje tjetër, kush me veshje Po, tjetër. në ditë tjetër, po Dhe e ju jeni me kuptoj. veshje ndryshme. Absolutisht jo. Kjo Dhe është në vend të ndryshëm. ka gjë këtu, ku do të jetë kjo, këto. Po mirë, nëse nuk ka se ne i dim se ku janë këto Po, vende, nëse po ti di po thon vetëm unë. Nuk e njoh këtë person. dhe përsëri keni biseduar rreth 5-7 E minuta. pamundur. Këtë bën në një muhabet kot siç bën ai 7 minuta? S'është e mundur më 7 minuta, më kam bajt me muhabet, ku diun po habitem, nuk mbaj mend. Kur? Kemi marrë në pyetje personat që janë ekstraduar nga Italia. Dhe ata kanë thënë që i kanë marrë vizat nga ky person. Jo, s'është. Ky është deponimi i personit. Po, dakord. Ky është avokati i tij, ky jam unë. Po, mund të Lexojmë. Tani ju jeni takuar me këtë person. Ky në Absolutisht, jo. gjatë seancave që kemi marrë në pyetje ka përmendur emrin tuaj. Kush e di se kush është brapa këtij që maskohet me këtë çështje, nuk e di këto janë konkluzionit tuaj, mos më interesojnë fare këto. Unë po them edhe një herë. Ne jemi duke hetuar. Jo me Ta bëjmë një herë ballafaqim me këtë personin. Bëj, po, me gjithë qef. Edhe direkt. Absolutisht, është një person komplet. Që mos të bjerë shumë se. Ka hyrë Interpoli, ka hyrë antidroga. Po. Kemi hyrë dhe ne të antitrafikut vizave. Po, ti gjeni, ajo janë organizatat forta këto. Më ka thënë ky më shpirt. Hajde këtu. Si Ku jeni të është puna?
Kujt i ke dhënë vizat ti? Po tjetër? Janë këta këtu. Po tjetër sa persona kanë qenë? 2 persona. Po mirë, si ja ke dhënë vizat? Sa lekë ke marrë vizat? Si ke marrë? I kam gjerë vizat me 2.000 euro, i kam shitur me 2.500. Ja u ke shitur këtyre personave. Po mirë, si ke siguruar vizat ti? Për me ky jam gënjen shmështrues. Për me ky jam gënjen shmështrues. Nuk e njeh. Absolutisht. Çfarë? Bërja prapë. Po, patjetër. Zoti Zhani jeni implikuar shumë rënd. Jo, më bërë, që jam implikuar fare. Absolutisht jo. Nuk jam implikuar, s'kam absolutisht. Shiko, ai ka deponuar. Po dëgjon, një mas. Ai thotë që unë mund të dëshmoj edhe në gjyq për këtë punë. Po li dëshmoj, unë kam integritetin tim, se dëshmia e një kriminali, çfarë do të thotë? Keni avokat? Jo, s'kam avokat. Kam frikë se do t'ju duhet. Vjen keq me shoqëronin policin. Si të kesh rregullat kupton, nuk kam një kundërshtim, po unë nuk jam një. Do të thënë, kjo punë është komplet një diçka që nuk ka të bëjë me personin tim. Se po deklaroj këtu. Shiko se ju thash janë fotografitë. Si janë fotografi, ato mund të jenë fotografi. si bia? Ça bëre, mirë? Ç'kemi, jam ky është ustaj këtyre punëve.